na vjen shumë keq, na duke sikur puna edhe sensibilizimi që ne bëjmë është i kot. Që sa të ka rëngoj aty për melanomën, dilta i mjeshtri me i prekme? Zgjidhni mirë, mos u gënjeni nga Instagrami, nga Facebooku, nga çdo lloj rrjeti social që përdoret për të reklamuar diçka që nuk është e vërtetë. Shkoni më kontrolloni nishanet të doktoreshat. Ndiqni profesionistin dhe ndiqni këshillat e profesionistit, mos merrni qa vetën tuaj. Po, sakt. Faleminderit shumë Entela. Rori? Po më shef nëse. Unë do të thosha vetëm një gjë, kontroll, me qënë se jemi të tema estetikës, kontrolloni produktin që injektohet. Merrni informacionet e duhura dhe gjithmonë keni parasysh. Edhe datën e skadencës më i lirë nuk është problemi të skadencës, sepse mjeku dhe ai që është profesionist e kontrollon vetë. Të paktën se ka dhe mjekët që më ekonomike, keni kujdes se çfarë injektojnë. Merrni informacionet e produktit. Sikur edhe përpara injektimit dikush mund të kërkoj produktin, ta shohë, të futet në Google, informacion ka pafund në internet sot, dhe të di se çfarë është ajo gjëja. Unë mendoj që duhet të shkojë te profesionisti çdo kush, që ai të fleqet, pavarësisht se ne nuk flem. Bravo. Mirë, interesant. Jenta gullë kështu me derë dhe me lavdi. Unë dua të them një mesazh pak më të përgjithshëm, them drejtën. Më shqetëson shumë fakti që brezi i ri në mosha shumë të reja, 12 vjeç, 13 vjeç, rendin drejt përdorimit të produkteve kozmetike dhe ka studime së fundmi që tregojnë për intoksikimin nga metalet e rënda që janë pjesë e këtyre produkteve kozmetike që vendosen në fytyrë, në formën e kremrave, të maskave. Kështu që do t'i këshilloja prindrit të jenë më të kujdesshëm me fëmijët e tyre, sepse janë shtuar shumë rastet me probleme me kistet në vezore, me çrregullimet e ankthit, të depresionit, edhe kështu që çrregullimet e gjendrave endokrine në përgjithësi, sepse këto dihet që janë substanca kimikate të cilat ndikojnë në sistemin endokrin. Kështu që do t'i bëja thirrje brezit të ri dhe prindërve të këtyre vajzave në adoleshencën fillestare të kenë kujdes dhe të mos plotësojnë pra këto lloj tekash, po themi, për shkak të këtij trendi dhe kësaj shplarje truri që po i bëhet brezit të ri nëpërmjet rrjeteve sociale, pra në emër të bukurisë, e cila do të dëmtojë shëndetin e tyre. Po, shumë të mira. Kurse unë them një gjë tjetër, që është pak më e ndryshme nga kolegët e nderuar, që do ta kisha vënë faqen time të mrekullueshme, me sigurin më të plot, vetëm në çarçafët, jastëkët dhe krevatin e Dorelanit. Sepse kur ti fletet Dorelani, ajo i ka kaluar të gjitha provat e sigurisë, të gjitha testet, të gjitha çmimet dhe çdo gjë tjetër. Kështu që mund ta vini kokën të qetë, natyrisht pasi të flinin Dorelan dhe do të çoni, pastaj mund të shkoni te doktoresha, apo te pjesa e gjumit besojni vetëm profesionistëve, siç thanë kolegët e nderuar, të Dorelanit. Mirë, miq të Bardhazis.